por nganjëherë dëshira e madhe për të hyrë shpejt ose për të hyrë patjetër në Bashkimin Evropian, që është një dëshirë 35 vjeçare tashmë e jona, duket sikur ndikon edhe ke rezultatet që prodhon drejtësia e re. Pra, pyetja është, a janë rezultatet, statistikat, rezultati që duhet që shqiptarët të kenë, apo ndërkombëtarët të kenë, apo aktorët politikë të kenë që të konsiderojnë që drejtësia po funksionon, apo drejtësia e vërtetë. Unë mendoj që është drejtësia e vërtetë. Drejtësia e vërtetë ka një parakush që të funksionojë. Procesit e rregullta ligjore. Nëse nuk ka proces të rregullt ligjor, pra nëse nuk ka garanci kushtetuese, nëse nuk ka rregulla loje të qarta, të cilat nuk shkelen, të cilat respektohen dhe standardet larta europiane, patjetër pastaj kushtet për dhënë drejtësi janë më optimale. Nëse nuk ka proces të rregullt ligjor, pra nuk ka rregulla loje, nëse gjykatat sot ose prokurorët nuk zbatojnë rregullat e lojës, sigurisht që nuk mund të ketë drejtësi, sepse nëse ti nuk e vën në kushte të barabarta procesin, në kushte optimale procesin, ku i pandehurit ketë mundësi të mbrohet, i pandehurit ketë armë të barabarta, ku provat shqyrtohen në mënyrë të paanshme, sigurisht që nuk ka drejtësi. Dhe prandaj ky është dallimi midis shtetit së drejtës, që ne ke përqafuar me kushtetut pakën që kanë 98, dhe shteti që lan para 90-s. Tani nëse flasim për statistika dhe eficiencë, ma more nga goja. Nuk ka Hoxha ka pas statistika të jashtëzakonshme. Shtetet diktatoriale janë shtete super eficiente në pikpamje edhe drejtësisë. Pra, për eficiencë, dje po lexoja një artikull shumë dramatik diku në një nga këto portale që ishin hequr të syt dikujt në kotën verit para se sa i përshkatuan. Pra, eficienca në ashpërsi dhe në volum dhe në statistika nuk ka më eficiencë se sa shtetet diktatoriale ti ke Hitlerin që ishte super eficient. Por i çonte që futet nëpër dhomë gazi dhe realizonte objektivin e vet politik. Se ky është objektivi vet politik. Tash nëse ne kemi objektiv politik për cilin bijmë gjithë dakord, që të luftohet korrupsioni, kjo nuk do të thotë që ne t'i nxjerrim syt njerëzve, në thonjza, për shkak të këtij objektivi. Jo, ne duhet t'i hapim syt mirë që kufit midis të drejtave dhe lirisë themelore të njerëzit mos cënohen as nga gjykata, as nga prokurori, as nga politika, sepse themeli, thot Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, nuk e them unë, e thot populli shqiptar, nëpërmjet Kushtetutës, të drejtat dhe liritë themelore që ndrojnë në themel trendit ton juridik.